në kodona. Duke sikur në farë mënyrë kemi humbur qetësinë këtë periudhë të fundit. Çfarë po e mundon Tom Krenari në këtë moment? Jo. Përshëndetje, sigurisht ndoshta mund të kenë qenë tensionet e ndeshjes, nuk po na mundon asgjë, por gjatë një ndeshje kur ti ke dominuar, ke pasur shumë raste për të shënuar gol, ndoshta nuk e kupton as vetë se si mund të rrëshkasë një ndeshje e tillë pa dalur me 3 pikë dhe thjesht kanë qenë tensioni i lojës, asgjë tjetër, nuk na mundoi asgjë. Profesor, po këtë frustrimin gjatë ndeshjeve, siç e the ti ke krijuar raste ekipi, ndikon edhe te lojtarët psikologjikisht. Si janë ata tani, domethënë keni arritur t'i ktheni në qetësi edhe gati për ndeshjen e radhës? Po, besoj se po, çunat janë profesionistë, po bëjnë maksimumin në stërvitje, grupi është i shëndetshëm, po mundohemi të bëjmë ato detyra, të rregullojmë ato gabime që bëm ndeshjen e fundit, të shfrytëzojmë rastet e tona aty para porte. Gjithë bashkë kuptohet në partin e fundit, që po mundohemi gjithë bashkë kokën në ulur dhe për të vazhduar përpara. Besoj se po. Profesor, në 3 ndeshje të kampionatit apo 3 ndeshje të boshë, ju jeni me rezultate negative. Janë vënë pikë pyetje, po ose a rrezikoni në pozicionin e Bashkisë? Kjo është një pyetje që nuk është shumë e duar në këto momente, që të drejtën në këto momente, por nuk është problem ajo. Ne jemi një projekt afatgjatë i klubit, unë jam pjesëtar i klubit, vendimet i me klubin, ne bëjmë maksimumin, sigurisht trajneri gjithmonë është në presion, ne mësohemi në presion, është një pozicion që asnjëherë nuk ka qetësi, edhe në ekipet më të mëdha të botës trajnerët dhe pasi fitojnë Champions League e larguar. Por neve jemi të qetë, nuk kemi asnjë lloj presioni të tillë siç media aludojnë. Kemi besimin e plotë të grupit dhe të stafi, kështu që vazhdojmë për ndeshjen e radhës. Sa është e rëndësishme ndeshja me të undën, edhe për ju individualisht, por edhe për skuadrën? Çdo ndeshje është e rëndësishme. Këto janë disa pyetje që mua nuk më pëlqejnë shumë të them të drejtën, sepse çdo ndeshje do të hym për fitore, çdo ndeshje nuk besoj që ka një trajner në botë që mundohet, nuk besoj që ka një trajner në botë që mundohet të hyjë në një ndeshje dhe nuk do ta fitojë, qoftë ajo edhe një ndeshje miqësore, kështu që për ne çdo ndeshje është e rëndësishme, siç ishte vora është edhe Teuta. Sigurisht pikët janë presioni diet, Partizani jemi i madh që duhet të hyjë gjithmonë për fitore, por besoj se janë normalisht vetëm për fitore. Në fazën e parë kur është barazuar 0-0 dhe keni fituar në Durrës. Është më e lehtë të triumfoni në një shkëlqyer apo një gol. Të them të drejtën, në ndeshjen e parë kam qenë si asistent, kemi qenë një ndeshje e mirë jona me disa raste para porte që nuk janë shënuar. Ndërsa në Durrës ka qenë një tablo tjetër, kemi bërë gabime në fillim në pjesën defensive, që u rregulluan pjesën e dytë, që dolën me 2 golat, kështu që janë 2 ndeshje të kundërta ato, si faza e parë dhe faza e dytë. Tashmë përsëritet një ndeshje tjetër. Ne kemi ndryshuar, Teuta ka ndryshuar në element, në cilësi, në mënyrë loje, dhe do jalim fushës të shikojmë se si do veprohet. Sa po e ndihmon në këto momente të ardhur i të ri Partizanit? Po Partizani ka të njëjtin grup, nuk ka të ardhur të ri, përveç Çakës, nuk kemi asnjë të ardhur tjetër. Po presim bashkohet grupit prej ka, se problemi jonë gjatë gjithë kësaj kohës ka qenë jo stabil në pjesën defensive, nga një ndeshje në tjetër kemi munduar të ndryshojmë elementën e repart. Ishte Preka i dëmtuar, ishte Sembene, pastaj u rikthy Sembene, u dëmtu Preka përsëri, është dëmtuar edhe Marku për afatgjat. Kjo ka qenë një pjesë që duhet të stabilizojmë atë anën defensive. Element të ri nuk është se kemi djem, besojmë te ky grup, klubi beson te grupi, kështu që pse jo. Profesor, ju e prekët e cekët pak të pjesën e mbrojtjes. Keni psu 6 gola në 3 ndeshjet e fundit, kishit psu 6 në 10 ndeshje para këtyre. Çfarë ka ndodhur edhe nesër ju mungonte detyr që si do e rregulloni mbrojtjen? Atëherë të them të drejtën, nuk është se kanë qenë mbrojtje, gabime në mbrojtje, kanë qenë gabime individuale të golat të pësuar. Për shembull, ne nuk mund të themi që ka luajtur keq mbrojtja ndeshje me Vorën përderisa në 90 minuta vetëm një rast ishte Vora, rastin e golit në 90. Nuk mund të themi që ka luajtur shumë keq me Dinamon, që Bregu barazon një gol nga 30 metra. Pastaj golat nuk kanë qenë si rrjedhoj i keq vendosjes ose i gabimet të lojtarëve, thjesht ka qenë disa fragmente, jo shumë të qartë, që besoj do jenë të rregulluar. Vërtet kemi mësuar 6 gola, por besoj tash mbrapa do fillojmë përsëri të kthehemi atje ku jemi, që të stabilizojmë pjesën e mbrapa, lojën defensive të gjithë ekipit, jo të repartin e mbrojtjes. Është gati Çaka për të debutuar nesër?
Do ta shikojmë sot Sevilla, kemi parë dje, do ta shikojmë sot Sevilla, varet pas e ditën e nesërme se si do e gjendja e gjithë futbollistët, jo vetëm e Qakës. Po kjo çështje që nuk po vjen nisën muas merkato që i keni kërkuar shpesh ju shqetëson apo se po mbaron dhe koha pak edhe do doj edhe lojtari nëse vjen të doj kohën për shtatet ju shqetëson këtë gjë? Ne nuk është se si kemi elementet aty, përpara kemi element, mos harrojmë kemi 4 sulmues qendra, Skuka, Bicuka, Diego, Toma. Mund kemi vetëm një nevojë për një lojtar anësor, që jemi në bisedime me stafin, me drejtorin e ri, me presidencën, me gjithë, jemi në kërkim, po siç e kam thënë edhe në intervista të tjera, i besoj këtij grupi, besoj këtij ekipi dhe çdo gjë bëhet në grup, nuk është çështje e emrash, nëse do vi një lojtar i ri aty do na shpëtojë sezonin, ne nuk është as pak e vërtet. Ne i besojmë, jemi gjithë grup. Nëse na vjen një që të bëjë cilësinë, bujum, në të kundërt sa për numër, nuk është se duan, nuk është se nuk ka mundësi për të marrë Partizani lojtar. Thjesht personat që kena kërkuar nuk kanë qenë adapt për mendimin tonë për ekipin tonë. Pra aktualisht ka një lojtar që ju po ndihni pa thënë emër konkret, nuk ka nevojë po. Ka 2-3 lojtarë individ që ju i keni pikasur dhe jeni në domethënë ne në gjatë gjithë kohës, jo vetëm tani, jo që është apo ka gjatë gjithë kohës, plus elementin që kemi gjithmonë një grup çdo lloj ekipi ka nevojë për një element të ri. Kështu që ne kemi qenë duke skautuar bashkë me skautët e ekipit, bashkë me drejtorin sportiv të ri, duke skautuar, duke parë element si brenda si jashtë, por deri tani nuk është që ka qenë diçka shumë serioze që mund të bëjë diferencë nga lojtarët që kemi ne. Prandaj është grupi është, po shkojmë përpara, po luftojmë, po përplasemi. Ndoshta s'kan dalë gol ato 2 ndeshjet, këtë ndeshjen e fundit, por besoj se nesër mbrapa do vazhdojnë të jenë.